Unë do t'ju të thëmë botës shqiptare, o vllaznit e mi, mos merrni grupacione në përgjithësi. Kjo është selefi, kjo është tekfiri, kjo medkhali, kjo është ikhwani, kjo është xhamat kësi tjetër. Këto neve nuk na shërbejnë, këto neve na krijojnë përçarje. As pishihni tas disa vllazën nuk ju folin disa tjerëve. Disa musliman me mjekra nuk ju folin disave tjerëve. Ju bëjnë, thënë hijër. Çka hijër? Bojkot ju bëjnë. Pse bojkot? Unë e shoh edhe në Prizren vllazën kemi. Unë kur e shoh nga larg duhet ta përshëndes ose më përshëndet, më i vjetër jam. Ai ndron trotuarin, del në tjetrin trotuar, sikur unë t'i shakon shka ai musliman. Pas e ka gabima, po shejtani vallahi e ka bën gjithë ditën në të më thoje, në të më shaje, le të ofendoje, vallahi ka gabimaj. Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë kur takohen dy musliman në mes veti, më i miri nga ta është ai që jep selam vllaut vet përpara. Nuk mundim na më bën kret me një mendim. As sahabët nuk janë kanë me një mendim. Na kret duhet mu mundua me ditë se gjenerata me amire këti umetit janë ashabët e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Se cili prej neve do të kemi modelin ashabët e pejgamberit alaihi salatu wassalam. E mandej se cili sa ka fuqin, sa ka mundësin më punua. E jo më aran këto grackat e cilat 95% janë jemi të një mendimit, jemi me 5 vakët namaz, me xherim të Ramazanit, me zeqat kush ka me dhanë, sadak kush ka mundësi me dhanë, në haqëllëk kush ka mundësi me shkue, haramit me ju largue, ama nuk mu imi ishtë një kret me një tuba, po me një gyptash, me një të menduar, jo kjo pse elshej mjekren ma shumë, jo kjo pse paska zgat ma shumë, jo kjo paska nreq, jo kjo paska shkurtua, jo kjo pantullët ma shumë s'pi zgat, jo kjo pi shkurton shumë, në gjërat e cilat, si cili mirët përgjërsi për Allah subhanahu wa ta'ala, ama na kemë bërq qatë 90% si në 95% si në vlazni lëk të zhvillojnë. E jo, po shihem një me tjetër, ne ikë në tretuar, kjo ikë në këtë tretuar. Kuj për mëndonë ti që për i shërbesh qështu? Wallahi, si cili ti fol shejtani i thot, ti e kje tamam, edhe ti i thot, ti e kje tamam. Edhe i len pa fol, në me zveti, i ka prish vlla me vlla në shpi. I ka prish vlla e vladin me babën, e babën me vladin me një shpi. E motër e vlla e motër me një shpi. Prandaj ju tham të gjithë vllaznive kush po na ndëgjoni, jo që ta përfitoj për krahjen e juj, jo vallahi, por ta përfitojmë dinin e Allahut, përfitojmë prej dinit Allahut dhe kam fjallën, e ta fitojmë sevapin të Allahu xhalla xhelalu. Lini këto, i thojnë arabisht, intima ila hizb muayyan, me kon i antarësuam me një grup. Nuk është ndër kjo. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk na ka thonë neve bën nu selefi, as bën nu hanefi, as bën nuk janë këto porësi profetike. Por çka na ka thonë? Temassaku bil kitabi was sunna, në librin e Allahut dhe në sunetin e pejgamberit alaihi salatu wasalam sa të mundni. Prandaj ulemat kanë punuar, edhe kanë gabua, edhe na punojmë, edhe plot gabojmë, por insha Allahu Taala, e lusim Allahun Gjelle Gjelaluhu, insha Allah punojmë ma mirë, insha Allah vllaznohëm, insha Allah i largojmë ato të këqijat, ato përçarjet që kemi në mes veti. Wallahi të tjerëve na duhet hoxhallarët, edhe kretë ata që jenë më hoxhallarët, duhet më ju bon të tjerëve model, mostër e mirë, që ta lakmojnë hajrin, unitetin, vllaznillakun. Për fund të kësaj fjales, për du me i thonë vetit edhe ty, pejgamberi jonë alayhi salatu wassalam, që të gjithë din në ka thonë, el gjematu rahma, uniteti i gjemati është rahmet, vel fërkatu adhab, grupacioni është azab, dënim. E lusim Allahun Gjellëshanu më në bo bashkë, më në vlaznua, gjithën këtë botë, me vlaznit tonë, jo vetëm shqiptarët, edhe bëshnjakët, edhe turqit, edhe ramët, edhe ashkalit, edhe kretë kushtot la ilahe illallah, e që jemi pjesëtar të umetit Muhammed alayhi salatu wassalam, që të jemi model për të tjerët insha Allah Taala.